Një mbrëmje artistike me mesazhe falënderimi dhe sensibilizimi organizuar në Rubik në mbështetje të motrave të dashurisë Shën Gjovana Antida, të cilat prej më shumë se 2 dekadash kanë shërbyer në këtë zonë, duke ndihmuar qindra familje dhe persona në nevojë. Aktiviteti mblodhi qindra banor, artist dhe intelektual, të cilët shprehen vlerësimin për kontributin e murgeshave katolike. Duam të përcjellim një mesazh të qartë. Misioni motrave të dashurisë Shën Gjovana Antida është një pasuri për Rubikun dhe vazhdimësia e tij është domosdoshmëri për komunitetin tonë. Ato nuk kanë qenë thjesht për nesh, por kanë qenë me ne, kanë ndarë gëzimet tona, kanë dëgjuar hallet tona, kanë gjetur kohë për fëmijët, moshuarit, rinin, familjet e çdo që ka tërpitur në derën e tyre. Prandaj sot nuk flasim vetëm për largimin e disa motrave, por për largimin e disa zemrave që kanë rrahur bashkë me zemrën e këtij komuniteti. Do doja që motrat dhe shpresoj shumë që lutja jonë të dëgjohet, të le themi që ta vazhdojnë misionin dhe të japin një kontribut kaq të madh sa e kanë dhënë qytetit të Rubikut. Shpresojmë që me ndihmën e Zotit kjo gjë të dëgjohet. Hiken murgeshët, motrat e bardha në Rëshen. Hiku një institucion. Tani do të hiken dhe këto, hiken dhe institucion. Dhe pastaj ata që janë përgjegjës, që do të përtasin më shumë, fshehin kokën si strusi. Kjo është gabim jetik. Unë ja u kam thënë, edhe në takimin për reformën territoriale. Do ta ndjerin hikjen dhe shurjen e mirëditës atëherë kur t'ju shkojë te karrika ke zyra. Atëherë kur të kuptojnë se nuk ekziston më ky vend, nëse nuk ka popullat, nëse nuk ka Rubik, nëse s'ka Rëshen, nëse nuk ka fshatra të banore të tjerë me radhë. Mes emocioneve, motor Adelina Marku shpreh se dëshira e tyre është të vazhdojnë të qëndrojnë në Rubik, por theksoi se vendimarrja për të ardhmen e misionit nuk varet prej tyre. Në fakt, unë me shumë ndershmëri them që kemi bë detyrën tonë, nuk kemi bë asnjë gjë më tepër. Dhe për këtë nuk duhet të ketë vend për shumë lavdërime. Murgeshat, priftat, janë ata njerëz që do të jenë shërbim komunitetit dhe jemi mundu me bë, uroj shumë t'ja kemi arrit këtij misioni. Ndryshe nga një familje normale, vendimet për neve nuk i marrim vetë. Na kishin pyetur për vendimin tonë, me siguri unë do kisha thënë du me jetu në Rubik. Nuk më kanë pyet. Vendimin i marrin disa murgesha që janë më larg nesh, që mendojnë se ndoshta një mision tjetër më i mirë mund të jetë për neve, urojmë shumë. Paralelisht me aktivitetin artistik vjoj dhe mbledhja firmave për peticionin që do të dërgohet strukturave vendimarrëse të klerit katolik në Itali dhe Francë, me kërkesën që misioni i motrave të dashurisë në Rubik të vazhdojë edhe pas muajit shtator.